Bahri Omari ishte një intelektual dhe politikan shqiptar i martuar me Farie Hoxhën, motrën e Enver Hoxhës. Ai kishte qenë aktiv në jetën politike gjatë viteve 30 dhe ministër jashtëm në qeverinë shqiptare gjatë pushtimit gjerman. Pikërisht ky rol do të shndërrohej në arsye të drejtpërdrejtë për dënimin e tij nga regjimi komunist. Pas marrjes së pushtetit në vitin 1944, Enver Hoxha nisi pastrimin e gjerë politik kundër çdo personi që kishte bashkëpunuar apo thjesht ishte akuzuar për bashkëpunim me pushtuesit. Bahri Omari u arrestua, u nxor para gjykatës speciale në vitin 1945 dhe u akuzua për kolaboracionizëm. Në procesin e gjyqit, vendimi ishte i paravendosur, dënim me vdekje. Edhe pse arsyeja zyrtare ishte bashkëpunim me gjermanët, shumë historianë mendojnë se pas dënimit fshihet një motiv i thellë personal dhe politik. Bahri Omari ishte një figurë e respektuar, shumë e kultivuar dhe afirmuar se Enver Hoxha para luftës, dhe ai nuk mbështeste ideologjinë komuniste, gjë që e vendoste automatikisht në listën e armiqve të regjimit. Shumë studiues e shohin këtë si një akt të ftohtë eliminimi politik, kur lidhjet familjare nuk ishin asnjë rëndësi për diktatorin. Thuhet se Farie Hoxha u përpoq të ndërhynte, por Enveri nuk u tërhoq. Ajo u godit të rënd nga kjo ngjarje dhe për vite jetoi e mbyllur, në hijen e dënimit të burrit. Ekzekutimi i Bahri Omarit mbetet një nga episodet më të errëta të regjimit komunist shqiptar. Ai shërben si shembull se deri ku mund të shkonte brutaliteti i pushtetit absolut për të ruajtur kontrollin. Enver Hoxha nuk hezitonte të eliminonte as njerëzit më të afërt, duke dëshmuar se frika dhe dhuna ishin gurët themelor të sundimit të tij.